shihni, do kalojmë tani tek sugjerimi tjetër për ditën e sotme. Në të përgatisim çfarë, Albana? Çfarë në gjithë këto gjethe? Gjethe në brum në formë petullash, jo më kot. Jeshillëqe. Jeshillëqet janë pastrimi i trupit. Kërcent. I pres, imët. Unë të bëj këto. Shtoj vezët. Ti përshu si tip një petull të tërë, në? I bashkon dhe jeshillëqet edhe vezët mielli në të. Jeshillëqe në brum në formë petullash, për të cilat ju duhen vezë, shojmë pak produktet së bashku, sa gati të shpërbëhen edhe vezët. 300-400 gram jeshillëqe të ndryshme, 2 kokra vezë, 3-4 lug miell, 3-4 lug galet, krip, piper majdanos dhe vaj për skuqje. Mund të zgjidhni bimë aromatike, jeshillëqet e preferuara, për të rregulluar dhe për të sjellë kështu shije kripën të ndryshme i kombinoni, piperi, kripa, piperin. Kam majdanozën e freskët, të thatë, sikurse dhe të fresin më pas. Do të shtoj. Ja dhe pak të freskët. Ne aj shumë gatuajmë sa që dhe lugët, të gjitha lugët i kam ekzekutuar. Ja, e majpë këtu më mirë. Që mos tjetë. Ne jemi një vend i bekuar se kemi mundësi të zgjedhim jo vetëm një lloj barishteje, po disa lloje të tilla nga fermerët tanë. E të gjithë të mas tani, nga duhet që ta punojmë. Të bëjmë gati njërën të paktën, të vendosim edhe gjellën këtu, do të sjellë edhe akulloren. Nxirë akulloren nga... Nxirrim, besoj se do jetë në piksur sa do pak. Pa, sa e freskë tani, sa e mirë. Kryojmë. Kekun do të ndajmë? Kemi mundësi të ndajmë tani? Kekun, për ta provuar, beja të provën tënde. Prova me një thika po me piru? Po, duhet të kulloj. Ja. Super, ja. Pjekim, skuqim njërën prej petullave. Është një ide shumë e mirë kjo që po të regon Albana, që t'ju përgatisni ushqimin fëmijëve në mëngjes. Jeshilliqe, ja, të tilla, op. Super. Do të ishte pak më i nxehtë baji, ndërkohë ja dhe prova e kekut që është pjekur dhe ka kulluar. Do ta lëmë që të ftohet, do ta shijojmë pas pak te luga apo tek thika që vendosa unë, nuk ka gjurmë brum rash. Shifeni? Është pjekur. Kjo është mënyra për ta provuar, prova që në tregon që është pjekur apo jo, keku apo byreku. Tani do t'i skuqim edhe petullat që kemi përgatitur, duan ato një proces të tyre. I shoqëroj? Po, me salca të ndryshme? Po të duam? Nga tigullio, po. Po, kjo është pesto genovese dhe do t'i shijojmë me këtë pesto në shishme, se kjo ishte zgjedhja e të dyjave, se hodhëm me short pak më parë në publicitet. Ju përshëndesim nga kuzhina, ju pres pas pak në bisedë me Altin Jokën.